Subhanallah. Një plaku vëllezër të dashur 90 vjeçar në Itali, kishte shku, ishte marrë frima, kishte pas problem, shkon në spital e mbaj 24 orë. Mbas 24 orëve stabilizohet me ato maskat, me ato tamam. Edhe kur bëjnë talshojnë, i thonë miri, u ke stabilizu, edhe japën një fakturë. Thonë duhet të paguish 500 euro. Edhe ai kur ja tregojnë se duhet me pagu 500 euro, fillon plaku me qa. I thonë, a s'ke të holla ta paguish? Nuk është pa tjetër me njëherë ta paguish kesh, mundet edhe me këste, që i themne me rapë. Jo, tha, parët kam unë për ta pagu. Po pse për qanë? Unë e qaj se 90 vjetë kam marrë frim rahat, Zoti kur së më ka lip pages. Allahu dhul Gjalal, 90 vjetë më ka dhonë aj rahat, kur së më ka lip pages. Ju për 24 orë 500 euro. Po me shku, me mbet një muj, një vjetë, që ka u bo? I ka ra ndërmend plakut, se 90 vjetë e ka shfridzu nimetin e Allahut, dhuntin e Allahut ajrin, e kur kush pages nuk i ka lip. Për 24 orë, paguj 500 euro. Subhanallah. Edhe ajo artificial e kanë rregullu.